Gjova Djen Dugazhin, ku kërkoj falje, Ermali Panduri, se tha do të ashojmë se qka ka ndodhë, sepse ti si televizion, kur të paracet një sondar, du të më konë shumë i kujdeshëm për exit poll mos me kriju binjen, sepse qka ndodhë? Shkon Arjan Tahiri e thirë fest në ora 10 në salën minatori. Shkon i madhe i vogël, Memli, fishek zjare, fitum, u bojë madhe, për me pas që në fundur 27 vota për shkohet në ballotazh. Edhe tash del faton pjesë sot bën, kjo është pak lajthitje të cilën kem ra krejt. A ka drejt faton, si muhu, do me thonë. Në shtetet tjera, për shembull në Evropë, këto organizatat që bëjnë exit poll dhe sondazh janë të vetë rregulluar, që do të thotë se kanë shoqat, edhe lëshojnë certifikata që janë antar i shoqatës që i përmbash disa rregullave etike, kur bën edhe rregullave shkencore. Kur bën u shpallën fitoren. Zoti Kurti sot majti konferencë, tha është fitore historike për vendosjen për komunat, kemi shkuar kas komuna në ballotazh. Lumiri tha jemi me mas shumë të rritjet votat, e shpalli vetëm fitus. PDK-ja tash para gjysore tha ne jemi fitus me numrin e asamblezëve që kemi fitu komuna. A ka fitus nëse shohemi nivel nacional? Me qenë se zgjedhjet lokale janë mozaik i zgjedhjeve, mundesh me zgjedh çapo thush, edhe secili mundet me thonë unë jam fitus sepse e zgjedh statistikën të cilën don me e tregu. Çe po ta them, mas pari po them qysh mundet me thonë secila parti. Lëvizja vendosi thotë unë i kam mbajt 3 komunat që i kam pas poshtë, të katërtën që e kam pas jam 49.79 Gjilanin me pres votave diasporës. Pres votat diasporës, 4 i kam majt, në 12 po shkojnë ballotazh. Hera parë që po e bëj këto për arsye për mu është fitore, thot lëvizja vendos. E shet si fitore. Po, Lidha Demokratike e Kosovës, thot 2 komuna i kam fitu pa ballotazh, Istokun edhe Lipjanin. Në 9 tjera jam në ballotazh, e prej tyne në 6 apo 7 jam në vend parë para ballotazhit, pra me diferencë kozat madhe. Po. PDK-ja thot, unë e kom pas numrin më të madh të asambleistave, 209 në krejt Republikën e Kosovës, ma përpara LDK-s dhe ma përpara lëvizjes vendosë, prandaj unë e kom fitu. Secili mundet me thonë, unë e kom fitu. Për secilën parti ka lajme të mira, ka dhe lajme të këqija. Për lëvizjen vendosë, lajmi i keq është Mitrovica, sepse investimi që është bo mega maksimal atje, ku kryeministri ka shku disproporcionalisht ma shumë herë. Dhe po ashtu është storia kryesore e qeverisë së di, çlirimi i veriut do duhet që në Mitrovicë të reflektohej me 60% pa ballotazh. Por nuk ku reflektu. E kjo është problem. 2. Prishtina po shprit rezultat shumë më i mirë në Prishtinë dhe në asamble është një katastrofë. Po ta them 20%, me dole treta në subjekt politik. Në Prishtinë, ku historikisht tash, po e them historikisht, në 10 vitet e fundit, e ki strukturën ndër më të forta që në zgjedhjet nacionale të ka dalë me 55%. Me e pas 20% të asamblesë është humbi. Për Lidhjen Demokratike njëjtë, ka disa humbje që i ka menu që i ka të sigurta. Peja po i shkon në ballotazh. Prishtinën menoj që kam prit në shtatë rezultat më të mirë dhe ki zhdukje në disa komuna. Menoj që në Mitrovicë, në Ferizaj, menoj që shumë problematike përqinja cilën e kanë marrë në kuvend komunal në shtime, ka kostur. Për PDK-n, menoj që storia e këtyre zgjedhjeve është drenasi. Lujta. Do më thonë, storia e këtyre zgjedhjeve është që ata kanë hy dhe kanë vënë bast se ata e kontrollojnë drenasin dhe me një vendim të kryesisë mund të vendosin një kandidat tjetër për kryetar, Ramiz Laudarosi ja u dëshmoj që nuk është ashtu, që du të me pas kujdes, sepse pej Prishtinës nuk mund është me ma vendos mu kandidatin dhe arriti me bo ato që menoj është goxha e vështirë, dhe po ju them, për kundër faktit që Drenasi është komunë ma e vogël sa Prishtina, vështirë e bëshme për secilin kandidat që e bën. Dhe kjo, për çfarë arsye shkon me Emlin Mitrovicë me festu, për me hu pak diskutimin se tash kjo është çështje e cila duhet me u diskutua dhe menoj që duhet me kërku përgjegjësi në kështu. Storia më e mirë e PDK-s në këtë rast, unë menoj që është Prishtina, përkundër faktit që kanë dalë të tretit, unë mendoj që kanë dëshmuar se me një ndryshim qasës me njerëz të duhen mund të arrijnë rezultate edhe në komunat cilat janë konsideruar që natyrisht mos ato që kanë qenë të pritshme, por po ashtu duhet mi përgëzu, është Ferizaj, pa ballotazh. Këto nuk mund të jenë vetëm puna strukturës, to janë
edhe dëshmi e besimit të qytetarëve tek një kryetar komune, sepse Ferizaj nuk është komune e vogël. Po kthehemi diku kemi 10 minuta, shpejt na shkoj minuta bash, i kishim shtyë edhe një orë, po njerë mujt më ke premtuar